Po, normalisht që është tash sezona e gripit sezonal dhe kemi një fluks të pacientëve cilët kemi me ankesat shenja të gripit, si me kollitje, të shtitje, temperaturë të lartë, me dhëmbje koke, dhëmbje muskulaturës, të fëmijët është karakteristikë se ata vinë edhe me simptomat të barqitjes dhe vjedhjeve, pra, po nuk i kemi ndonjë numër shumë të madh krahasu me muajin jetor dhe domethënë fillimin e muajit janar. Kryesisht janë pacientat e të gjitha grup moshave, mirë po tu e ditë se grup moshat e vjetra janë më të ndihshëm, sidomos ata që kanë ndonjë problem shëndetësor si diabet, hipertension apo probleme të veshkëve apo zemrës. Natyrisht kjo grup mosh është pak më e ndihshëm edhe ndoshta këta janë pak me ankesa më mesatare, domethënë me ankesa pak më të rënda. Dhe sepse e përkersojnë, zakonisht gripi është një indikator që e përkerson gjendjen shëndetësore primare që kanë ata. Prandaj, pra, kjo grup mosh është pak më e ndihshme dhe kemi një fluks më të madh të pacientëve, po gjithashtu edhe fëmijët deri në moshën 5 vjeçare janë më të ndihshëm, po posaçërisht ata që janë më të vegjël se 2 vjeç.